Përshëndetje. Ndërprerja e një marrëdhënie intime është një nga momentet më të dhimbshme dhe më të ndërlikuara psikologjikisht në jetën e një personi. Pavarësisht se çfarë ndodh, shpreha e përbashkët që dëgjojmë shpesh është pas ndarjeve, fajin e ka gjithmonë ai apo ajo. Pse ndodh kjo? Pse në momentin e dhimbjes dhe zhgënjimit, pak prej nesh është i gatshëm të marrë përgjegjësinë për veten e vet. Kjo nuk është çështje maturie, por ka rrënjë shumë më të thella psikologjike dhe sociale. E para është mbështetja e identitetit personal dhe vetvlerësimit. Një nga arsyet kryesore pse njerëzit fajsojnë të tjerët pas një ndarje është për të ruajtur integritetin e vetvlerësimit dhe identitetin personal. Marrëdhëniet e ngushta, sidomos ato romantike, lidhen fort me atë që ne jemi edhe si ne e shohim veten. Kur një marrëdhënie përfundon, sidomos në mënyrë jo të mirë, kjo dëmton një pjesë të identitetit ton dhe krijon një boshllëk psikologjik. Në këtë situatë, truri ynë shpesh kërkon mënyra për të mbrojtur veten nga një krizë vetvlerësimi. Një mënyrë e thjeshtë dhe efektive është të zhvendosësh përgjegjësinë te tjetri. Duke fajsuar partnerin, ne mbajmë imazhin ton pozitiv, duke shmangur idenë që unë nuk jam probleme. Ky është një mekanizëm psikologjik i mbrojtjes që njihet si projektimi të atribuosh të tjerëve gabimet që në të vërtetë janë të tuat, po për të ruajtur vetvlerësimin. E dyta është mbrojtja nga dhimbja emocionale dhe trauma. Ndarja është një traumë emocionale, pra një plagë emocionale, thënë ndryshe. Kjo krijon ndjenja të trishtimit, zemërimit, zhgënjimit, edhe turpit madje. Marrja e përgjegjësisë për një ndarje do të thotë përballje direkt me këto emocione dhe me faktin se mund të kemi bërë gabime. Për shumë persona, kjo është shumë e vështirë edhe shumë e dhimbshme. Prandaj, për të mbrojtur veten nga kjo dhimbje psikologjike, është më lehtë dhe më pak traumatike të fajsosh tjetrin sesa të pranosh gabimet e tua. Ky është një lloj mosmoni emocional që ndihmon në reduktimin e ankthit dhe stresit që vjen nga ndarja. E treta është kultura dhe modelet sociale. Në shoqërinë tonë ka shumë pak nxitje që ne të marrim përgjegjësi për dështimet në marrëdhënie. Mediat, filmat, shokët dhe familja shpesh e përforcojnë idenë se në fund fajin e ka gjithmonë partneri, e ka i tjetri. Kjo është një lloj norme sociale që ushqen arrogancën dhe mungesën e reflektimit personal. Për më tepër, shpesh në çift shihet si fitues dhe si humbës, dhe humbësi përjashtohet në mënyrë emocionale dhe sociale. Kjo ndihmon në krijimin e një narrative ku tjetri është fajtor për ndarjen, duke shmangur pyetjen e vështirë: çfarë mund të bëja unë më mirë se kaq? E katërta është vetmbrojtja përballë frikës së vetmisë dhe refuzimit. Ndarja sjell me vete një ndjenjë të thellë refuzimi. Kur dikush ndan, ka frikë të ndjehet i braktisur dhe i vetmuar. Një mënyrë për të mos u përballur me këtë frikë është të fajsosh tjetrin duke e paraqitur atë si armik që të ka dëmtuar. E në këtë mënyrë ne mbajmë një armiqësi të jashtme që na ndihmon të mos përballemi me boshllokun dhe vetmin që vjen pas ndarjes. Ky është një mekanizëm psikologjik i projektimeve mbrojtëse që mbron vetëdijen nga dhimbjet e mëdha. E pesta, problemet në komunikim dhe mungesa e reflektimit të vetes. Një tjetër arsye pse fajin e ka gjithmonë tjetri është mungesa e aftësisë për të reflektuar mbi rolin personal në marrëdhënie. Shpesh njerëzit nuk janë mësuar të jenë kritik ndaj vetes, të pranojnë gabimet, jo, dhe të mësojnë nga ato. Kjo mungesë inteligjencë emocionale dhe aftësie për vetë reflektim i bën ata të flasin vetëm për gabimet e partnerit, ndërsa veten e shohin si viktim.
Në marrëdhënie kjo sjellje mungesë përfshirje dhe bashkëpunimi emocional dhe krijimi një klime faqësimi të vazhdueshëm në fund përfundon në ndarje. E gjashta, përfitimet psikologjike të faqësimit të tjetrit. Në mënyrë paradoksale, faqësimi i tjetrit sjell edhe disa përfitime psikologjike të përkohshme. Ai ndihmon në ruajtjen e një imazhi të mirë vetjak. Reduktimin e ndjenjes së turpit dhe të dështimit. Sigurinë e kontrollit mbi situatën, duke qenë se e gjitha është faji i tjetrit. Mbrojtjen e lidhjeve të tjera sociale dhe familjare, ku partneri fajtor mund të marginalizohet. Por këto përfitime janë të përkohshme dhe shpesh çojnë në thellimin e dhimbjes dhe izolimin atë në afat të gjatë. Po si ta kapërcejmë këtë tendencë? Pranimi i përgjegjësisë personale është një hap shumë i rëndësishëm për rritjen e shërimit psikologjik pas një ndarjeje. Kjo nuk do të thotë të fajsosh vetëm veten, por të pranosh se marrëdhënia ka qenë një rezultat i përpjekjeve dhe përgjegjësive të dy njerëzve. Një qasje e shëndetshme psikologjike përfshin reflektimin e sinqertë mbi rolin personal të një marrëdhënie. Ta shikosh veten realisht. Mësimi nga gabimet dhe sjelljet që nuk kanë funksionuar. Komunikimi me empati dhe pa akuzë, qoftë me veten, qoftë me partnerin. Kërkimin e mbështetjes profesionale, psikolog, terapist, këshillues, për të përpunuar ndarjen. E teta, si përfundim do të thosha, në thelb fajësimi i tjetrit pas ndarjes është një mekanizëm mbrojtës psikologjik i natyrshëm, por mund të pengoj rritjen dhe vetdijen emocionale. Duke kuptuar këto mekanizma, ne mund të ndërgjegjësohemi dhe të përpiqemi të marrim përgjegjësinë në mënyrë të balancuar, duke rritur mundësitë për marrëdhënie më të shëndetshme dhe në shërimin emocional më të plotë. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë video të reja që ngjitet në kanalin tim. Deri në videon tjetër, mirë takofsh.